Pretenca ndaj Hashim Thaqit në Hag nuk është thjesht një akt procedural i drejtësisë ndërkombëtare, por as një komplot i hapur gjeopolitik. Ajo qëndron në një zonë gri, aty ku ligji, historia dhe interesat strategjike ndërthuren pa u deklaruar hapur. Pikërisht për këtë arsye, leximi i saj kërkon një qasje të ftohtë diplomatike, larg emocioneve dhe po aq larg narrativave absolute. Në plan formal, dhomat e specializuara të Kosovës po veprojnë brenda mandatit të tyre, duke testuar parimin se përgjegjësia penale është individuale dhe nuk përjashtohet nga statusi politik apo simbolika historike. Ky është një standard që Evropa e ka bërë shtyllë të filozofisë së saj institucionale. Drejtësia si instrument rregullues i së kaluarës dhe si kusht për legjitimitet afatgjat. Në këtë logjik, kostoja politike afatshkurtër shihet si e pranueshme, madje e domosdoshme, por drejtësia nuk vepron në vakum. Pretenca ndaj Thaqit prodhon efekte që shkojnë përtej sallës së gjyqit, sepse prek drejt për drejt narrativën mbi të cilën është ndërtuar shtetësia e Kosovës, duke e futur luftën çlirimtare në një kornizë hetimore që rrezikon të relativizoj kontekstin historik. Procesi krijon një perceptim të pashmangshëm selektiviteti, sidomos në një rajon ku drejtësia ndërkombëtare ende nuk ka arritur një ekuilibër të besueshëm në trajtimin e krimeve të të gjitha palëve. Në këtë pikë shfaqet dallimi transatlantik, jo si përplasje e hapur, por si mospërputhje qasjesh. Evropa insiston një rregullim juridik të së kaluarës, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës historikisht e kanë parë Kosovën përmes prizmit të stabilitetit strategjik dhe funksionalitetit politik. Heshtja amerikane ndaj këtij procesi nuk është as mbështetje entuziaste, as kundërshtim, është pragmatizëm, një sinjal se Washingtoni nuk dëshiron të kthejë drejtësinë në front gjeopolitik, por as të sakrifikojë arkitekturën institucionale që vetë Perëndimi ka ndërtuar. Kjo e bën pretencën një test të dyfisht. Për Evropën është prova nëse drejtësia mund të administrohet pa u perceptuar si instrument të rishikimi historie. Për SBA-t është prova nëse stabiliteti që ato kanë garantuar për dekada mund të bashkëjetojë me një proces që potencialisht godet figura kyçe të atij stabiliteti. Ndërsa për Kosovën, sfida është më e vështira, të mbajë një qëndrim institucional korrekt ndaj gjykatës, pa lejuar që procesi të delegjitimojë luftën çlirimtare dhe as të kthehet në precedent politik për dobësimin e subjektivitetit shtetëror. Në fund, pretenca ndaj Hashim Thaqit nuk gjykon vetëm një individ dhe as nuk shënon një betejë të hapur Evropë-SBA. Ajo ekspozon kufijtë e drejtësisë ndërkombëtare, kur ajo përballet me histori të papërfunduara dhe interesa të pabarabarta. Pikërisht këtu qëndron rreziku real, jo në akt akuzë, por në mënyrën se si ajo lexohet, përdoret dhe instrumentalizohet politikisht në një rajon që ende nuk e ka luksin e gabimeve strategjike. Çfarë fshihet mes rreshtave të drejtësisë ndërkombëtare? Mes rreshtave të drejtësisë ndërkombëtare fshihet zakonisht ajo që nuk artikulohet kurrë zyrtarisht: balanca e interesave, momenti politik dhe nevoja për menaxhim narrativ. Procesi ndaj Hashim Thaqit nuk lexohet vetëm për hetim penal individual, por si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të disiplinuar të shkuarën, pa e destabilizuar të tashmen. Drejtësia ndërkombëtare flet me gjuhë ligjore, por vepron në realitete politike. Ajo zgjedh kohën, objektin dhe kornizën. Fakti që dhomat e specializuara të Kosovës merren me figura kyçe të shtetëndërtimit të Kosovës, ndërkohë që shumë krime të tjera mbeten jashtë radarit global, krijon perceptimin se drejtësia nuk është vetëm dëshkuese, por edhe rregulluese e ekuilibrave. Mes rreshtave nuk fshihet domosdoshmërisht një komplot, por një realitet i njohur në diplomaci. Ligji përdoret për të mbyllur kapitujt të papërshtatshëm politik, për të sinjalizuar kufi dhe për të ripërcaktuar role. Pikërisht këtu lind zona gri, aty ku drejtësia nuk gënjen, por as nuk thot të gjithë të vërtetën.